إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده عليه الصلاة والسلام. Falëndrimet I takojnë të madhit Zot Gjelle Taala. Paqja, mirësitë, begatitë e Zotit qofshin mbi profetin Muhammed, mbi familjen e profetit, shokët e tij besnik dhe mbi gjithë ata që ndjekin rrugën e tij deri në Kiamet. Të nderuar vëllezër besimtar, do të ndalemi sot në këtë ditë xumaje në hutbën e kësaj dite duke medituar dhe duke shikuar një kuptim të veçantë për një prej ajeteve fjalëve të Allahut Gjelle Taala, që Allahu na jep një mësim kaq të bukur për ta kuptuar ne si krijesat e tij natyrën e kësaj jetës. Allahu thot në Kur'an: "Laqad khalaqna al-insana fi kabad." Vërtet ne e krijuam njeriu për vështirësi të një pasnjëshme. Është një betim hynor që Allahu është betu në këtë ajet, sepse laqad, pra me të vërtet, është një betim nga ana e Zotit që Allahu ka tregu se ne e kemi krijuar njeriu në vështirësi të një pasnjëshme. Jeta në këtë botë nuk është rahatie e përhershme. Ajo është mes mendimeve, mes përpjekjeve, sprovave, mundimeve dhe sprovave të cilat mundohet njeriu që t'i te I kalojnë ato nëpërmes vështirësive me të cilat përballen në këtë jetë. Njeriu sipas konceptit kuranor është krijuar në kebed, është krijuar në përballje me lodhje, vështirësi, dhe kjo nuk është ndëshkim për ta, por është natyrë, formë në të cilën Allahu Gjelle Taala e ka përzgjedh Zoti që korniza me të cilën është kriju kjo krijesë, forma me të cilën nga momenti I krijimit të tij e deri në momentin sa të shkon dhe takon Zotin e vet Gjelle Taala është në përpjekje të vazhdueshme. Kjo është ajo për të cilën ai është I thirrur të jetoj, pra me durim, të punoj me përkushtim dhe të synoj kënaqësitë e Allahut Gjelle Taala. Pra, ky ajet nuk është thirrje e njeriu, që njeriu të dëshpërohet, thotë se unë jam kriju, sepse në disa përkthime do ta gjeni se njeriu është krijuar në mundim, në vuajtje. Nuk është përkthim bukfal, sepse për me përmbledh këto dashur vëllezër vetëm sa për kurreshtje, mu është dash dikon 6 orë më pak ose më shumë, vetëm që unë ta kuptoj fillimisht, pastaj ajkën e këtij ajetit t'u sjell juve të gatshëm. Dhe ajo që është më e përshtatshme në gjuhën shqipe, e se ne e krijuam njeriu në përvështirësi të një pasnjëshme, jo në vujtje, jo në mundim. Sepse njeriu kur e kupton se jeta e tij kërkon përpjekje, angazhim, ai mundohet pastaj në çdo hap të jetës t'i kërkoj faktorët të cilët do t'i ndihmoj për mu përballë me vështirësitë e jetës, dhe asnjëherë nuk do t'jetë nga ata të cilët jetën të mundohet ta kaloj ose ta kuptoj se është ndonjë det e ky shtrim mbi ndonjë bark në kokër të shpinës dhe kështu kalon jeta. Nëse mendon se e tillë është jeta dhe kalohet, atëherë ne nuk kemi të bëjmë me këtë kategori. Ne kemi të bëjmë me kategorinë e besimtarëve, të cilët jetën e tyre dojnë me kuptu sipas konceptit që Allahu Gjelle Taala na ka mësuar neve. Vërtet ne krijuam njeriu për vështirësi të një pasnjëshme, nëse do të ishte sipas dëshirës së njeriu, ai nuk do ta përgjithë këtë formë. Por ky ajet na mëson se njeriu e ka një krijues I cili e organizon, e ka caktuar rrethana të caktuara për mu përmbush urdhnat e tij, sepse vetëm kështu do t'i kalohet jeta.
Dëgjoni sa mirë do thot dietarët në krejt ku janë marrë komentatorët ndër librat që në bazë, sepse Kurani nuk komentohet nga hamendja e njeriut, por Kurani komentohet nga fjalët e dietarëve, të sahabëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, se si ata e morën dhe perceptuan drejt kuptimin e fjalëve të Zotit. Than thelbi i fjalës kebet, përpjekje të vazhdueshme në vështirësi, than është qëllimi pra kebet është vështirësi. Këta e përmend Bagawiu. Thelbi i fjalës kebet është drejtim dhe qëndrueshmëri, që njeriu është i ftuar nga Zoti të jetë çdo herë stabil, çuç e ka kriju Allahu xhalla taala, mos të bëj punë të cilat e prishin këtë ekuilibër dhe të jetë i qëndrueshëm përballë sfidave të jetës. Muqatili tha el kebet do të thotë forcë. Pra gjithherë do ta kërkon forcën shpirtërore para asaj fizike për të përballë me dallë të jetës. Fjala kebet në origjinal do të thotë vështirësi ose shtrëngesë. Origjina e kësaj fjale është e lidhur me vështirësi dhe forcimin. El kebet do të thotë stabilitet dhe drejtimi. Kuptimi të këtij shpjegimi ne krijuam njeriu të plotë dhe të drejtë, siç ka dëshmu Allahu, laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim, ne kemi krijuar njeriu në formën më të përsosur. Nuk ka dyshim se ajo çka shihet do thotë në komentimin e fjalës së Allahu xhalla taala, të cilët e kemi përzgjedhur në kuptimin e fjalë e parë të saj, kjo mund të nënkuptoj atë që njeriu duron dhe përpjeket në vështirësitë, qofshin të kësaj bote ose botës tjetër. Ndërsa kuptimi i dytë prej komentatorëve të Kuranit kanë thënë se ne kemi krijuar njeriu pra në formën e tij më të mirë, i aftë për veprimet dhe përpjekjet, por në shumicën e rasteve jo falendërues ndaj Allahut xhalla taala, duke menduar se gjithë ato dhunti dhe përpjekje që i ka bën jetë është si rezultat i angazhimit të tij, dhe rebelohet karshi falënderimet dhe harron se të gjitha këto përpjekje të cilët i ka bën në jetë dhe i bën në vazhdimsi janë një rrugë që Allahu xhalla taala na lehtëson neve. Sejid ibn Gjuberi në fjalën el kebed dhe Ataja ibn Abasi kanë thënë në vështirësitë e krijimit. Pra nga momenti që ne jemi kriju në barkun e nënave tona, në shtatzani dhe lindjes, formën e ushqyerjes me gji, pastaj formën do thot kur kemi fillu me ngran ushqime të tjera, shkputje nga gjiri, pjekuris, jeta, martesa, fëmijët, të gjitha këto janë laqad khalaqna al-insana fi kabad, me forcu kuptimin e kësaj që Allahu ka thonë ne kemi krijuar njeriu në kabad. Ky është tefsiri Bagawiut. Në një transmetim tjetër përmendet të Ibn Kethirit, ai përballet me vështirësitë e kësaj jete dhe ngarkesat përgjithësitë e ahiretit. Në komentimin tjetër Allahu nuk ka krijuar asnjë tjetër krijesë që të qëndroj drejt në barkun e nënës përveç birit të Ademit. Këtë e kanë pohuar dhe e kanë caktu disa prej komentatorët të Kuranit, pra e vetmja krijesë që është kriju në barkun e nënës i cili qëndron drejt është vetëm njeriu. Ibn Umer radiallahu anhu e ka transmetuar këtë, pra nga jeti kuranor, asnjë krijesë tjetër nuk përballet me ato që përballet njeriu. Pra nuk ka krijesë që Allahu ka kriju e që ka vështirësi dhe përpjekje të vazhdueshme në jetën e tij pos njeriu, pra të shton se njeriu është më i fortë se guri, dhe kjo fjalë nuk është thënë rastësisht, dhe me gjithë atë kanë thënë është krijesa më e dobët përballë tjerave. Në fuqinë fizikun ton jemi më e dobta, ndërsa në përballjen forcën e brendshme të shpirtit ton, të vullnetit ton jemi krijesa më e fortë. Dhe kanë ardhur shumë komentime të këtij ajetit, për të cilën mendimi më i saktë sipas Taberiut është se kuptimi i këtij ajetit është njeriu është krijuar për të përballur sprovave dhe mundimeve. Dhe fjala në vështirësi tregojnë pikërisht këtë sfidë dhe mundim të jetës.
Kjo është kuptimi që është i njohur edhe në gjuhën arabe, ku fjala kebed do të thotë vështirësi dhe lodhe. Në përmbledhje ky ajet tregon se jeta e njeriu është e mbushur me përpjekje, mundime dhe sfida, dhe kjo është pjesë e natyrës së tij që njeriu nuk ka mundësi ta ndryshojë, por do të përballet dhe të vazhdojë jetën e vet. Të dashur vëllezër besimtar, për krejt asaj që na mëson Kurani në këtë ajet, laqad khalaqna al-insana fi kabad, do të mësojmë në këtë ditë xumaja se jeta është përpjekje dhe sprovë, jo rahati. Njeriu sprovohet në trupin, në pasuri, në familjen e tij, dhe këto janë shenjat e dashurisë së Allahut për robën e tij, ashtu siç tha profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, kur Allahu e do robën e vet, e sprovon. Për mësimeve që e marrmi do thotë nga ky ajet, Allahu pastron dhe ngrej robën e vet nëpërmes sprovave dhe përpjekjeve të tij që bën. Asnjë mund, asnjë përpjekje, asnjë lodhje e njeriu nuk i shkon hoç, qofshin ato do të shpërblehen këtë jetë apo ditën kur e takon Zotin e vet. Çdo njeri e ka sprovën e vet. Fukaraja është i sprovuar me hallet dhe dertet e vet. Pasunik është i sprovuar me pasuninë e tij. I smuti është i sprovuar me shëndetin e tij. Ne që kemi shëndet jemi të sprovuar me shëndetin tonë se si po e falenderojmë Zotin e kështu me radhë. Andaj çdo njeri në këtë jetë është i sprovuar me diçka. Vështirësitë janë pjesë e natyrës njerëzore, nga krijimi e deri në vdekje do të jenë të vështirësi dhe këto hapa, të cilët këto pengesa duhet i kalojmë të gjithë me sukses. Këto vështirësi janë rrugë drejt shpërblimit. Pastaj për mësimeve që e marrmi, e këto gëzime, e këto shpërblime do t'i sheh besimtarin ditën kur ta takon Zotin e vet. Durimi është çelësi i suksesit dhe bindja më e mirë për të përballuar njeriu me vështirësitë e kësaj jete. Për mësimeve që na mëson Kurani është se dobësia dhe forca njerëzore janë pjesë të tij të pandashme. Minjoja ndaj Zotit është një çelësi i suksesit dhe formë që njeriu duhet ta falenderojë Zotin Xhella Taala. E rahatia e vërtet është vetëm atëherë kur hym xhenet, inshallah Allahu na bën nasib gjithëve, dhe ajetin e krijuam njeriu në përpjekje të vazhdueshme është një thirrje për durim, një përpjekje për besim të palëkundur në rrugën e Allahut Xhella Taala. Dhe thelbësisht krejt ajo që na mëson Kurani është se jeta nuk është pushim, por është një përpjekje, sprovat janë një pjesë dhe urtësisë hynore që na godasin, dhe durimi është çelësi i suksesit në këtë botë dhe botën tjetër. Elusë Allahun Xhella Taala që të na bën Allahu gjithherë të mësojmë prej fjalëve të tij, të perceptojmë drejt dhe të jetësojmë në jetën tonë. Lutni Allahun këtë ditë xumaja sepse Allahu përgjigjet lutjeve të besimtarit.